Mos e harroni kur, sa më shumë lejnë qëndë, aq më përpara ka shkuar karvani dhe aq më e madhe është bërë distanca mes karvanit dhe qëndëve. Ik se ke pi shumë. Lejmë se ka pi shumë, do të shkoj atje. Sot ky kuvend mblidhet për të ratifikuar një akt të vullnetit mirë, të cilin Shqipërisë në radhë parë kësaj shumice qeverisëse në emër të këtij vendi dhe sigurisht krejt kuvendit kur dhe nëse është e mundur, i takon ta bëjë sa herë vjen në tryezë tema e paqes, çdo mundësi për të kontribuar për paqen. Ne shumica kuvendore e Shqipërisë për 3 mandate të plota me radhë e kemi bërë zëdhënësin dhe punëtorin e paqes në këtë rajon të trazuar, edhe kur kjo është dukur e madje edhe është komentuar deri edhe si tradhti. Një etiket që në fakt është një provë vendimtare e paqedashjes për shumë kënd që ka punuar për paqen në historinë e kësaj bote. Ne e kemi quar Shqipërinë e përkushtuar për paqen deri dhe në krye të OSBE-s, apo në tryezën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku kemi nderuar flamurin dhe kombin shqiptar. Dhe pikërisht sot, kur bota është trazuar keq dhe paqja është vënë në një presion të paparë nga të katër anët, Shqipëria e çmuar ndërkombëtarisht prej disa vitesh ftohet nga personalisht presidenti i Shtetit Bashkuara për të bërë antar themelues i një organizmi të ri ndërkombëtar të krijuar prej tij me emrin Kuptim Plot Bordi i Paqes. Dhe sot ju do votoni të vërtetën e madhe që unë nuk do ta detyroj ushtrinë amerikane t'i bashkohet protestës suaj nga taraca e kryeministrisë, se do dorëzohen vetë, paqësisht, në duart e autoriteteve ligjzbatuese amerikane që do vinë në aeroport në Washington, do më marrin me eskort, do më çojnë në Shtëpinë e Bardhë për të ulur si antar i Bordit Paqes. Por e tha sot dikush, Edi Rama po mbledh parlamentin se ka ngërç. Ngërçi në fakt është se për Parlamentin e Shqipërisë ka vetëm një kuotë për non gratë. Dhe ajo është e zënë. Dhe është e zënë me merit. Ai që e ka marrë non gratën e ka merituar në mënyrën më bitse. Dhe kishte drejt Sara ku tha, kur të vjezor ty tha që të më vizor mu. Po ju do i dali fjala që non grata do hiqet në mars të 2025. Një kuotë. Dhe vallai, ai që e ka marrë atë kuotë, ai është i paarritshëm në të gjitha poshtërsit, likësit, pabesit që i ka bërë populli shqiptar dhe thikat mbas shpine që i ka ngulur të gjitha aleancave strategjike të Shqipërisë, kështu që zor shumë se lëviz ajo kuotë. Tani në mbyllje dua t'ju informoj se të hënën e marshme do të kemi tjetër ndërtje të jashtëzakonshëm, do i drejtohem Knesetit, Parlamentit Izraelit, si kryeministri i Shqipërisë, po pa lejen e këtyre, kuptohet, në të njëjtin format që ju rezervua para disa kohësh presidenti i Shtetit Bashkuara, si dhe një numri tejet kufizuar udhëheqësish të huaj në historinë e atij parlamenti, emrat e cilëve mund gjenden lehtësisht, por jap një përmas krejt posaçme privilegjit që më është bërë mua dhe kësaj shumice qeverisëse që mbështetet nga shumica dërmuese e shqiptarëve, por edhe vetë Shqipërisë, për të folur në atë kuvend. Konsiderohet nder çdo ftesë që nuk u bëhet të gjitha shtetet të botës.
sepse ne nuk jemi as kërthiza e botës, as në një vend me një fuqi spikatur ekonomike ose ushtarake, po jemi një vend tejet i vogël që u vetë zhduk nga harta e Europës për 50 vjet, duke mbyllur derën me çelës nga brenda. Pastaj kur hapi derën e lidhjes me botën, u keqtrajtua nga brenda dhe nga jashtë për vite të tëra, duke tregur zvarr sa në rënoja piramidash, e sa në për gropa borxhesh, sa në për duart e atyre që e keq qeverisën, e sa në për pasqyra ndërkombëtare të atyre që u hidhin në kurriz Shqipërisë dhe shqiptarëve plot gurt pa merituar, një vend që askush përveç meje dhe një grushti njerëzish që besuan kur i gjithë Partia Socialiste thoshte ky është një çmendur, mos i shkoni nga mbrapa, as nuk e ka imagjinuar dot se do të ngjitej këtu ku është ngjitur sot me punën, vendosmërinë dhe përkushtimin e jashtëzakonshëm të një dekade që ka përmbysur historinë e mbrapsht Shqipërisë. Doni ju apo doni ju? Dhe ju na duheni këtu, sepse ju jeni këtu për të kujtuar shqiptarëve atë ishullin e turpit, ndërsa ne jemi këtu për të ngjirur shqiptarët në atë majën e shumë të rruar të Shqipërisë 2030. Dhe atyre që na besojnë, po dhe atyre që hezitojnë na besojnë, unë i them vetëm kaq. Kini besim dhe jeni të bindur se ne do të ngjitemi për aty ku jemi nisur, duke u rritur ekonomikisht, duke u forcuar shtetërisht dhe duke u vlerësuar ende më shumë akoma ndërkombëtarisht. Dhe mos e harroni kurrë, sa më shumë lejnë qend, aq më përpara ka shkuar karvani dhe aq më e madhe është bërë distanca mes karvanit dhe qendve. Faleminderit, Zoti Rama.